dikush është më keq, që jam rrit me idenë se duhet i shërbej një burri, apo kur mësoha që pikërisht nëna ime më shiti tek ai. Kam menduar gjithmonë se në vende me mentalitet si ai që jam rritur unë, nuk kisha as e para as e fundi që sapo nisnin fazat e para të zhvillimit, na bënin gati për burr. Por që vetë nëna ime do më shiste në atë moshë aq të re, tek një burr dyfishi moshës time, nuk do ta kisha imagjinuar kurrë. Ajo më shiti jo vetëm te burri, por më shiti në ferr. Kam kaluar në ferr, dhe ajo, edhe para se të vdiste, i quante normale. Zoti e falë se unë nuk kam mundur dot. Unë jam rritur në një shtëpi me shumë njerëz, jetonin bashkë 2 kurora dhe shumë fëmijë. Vetëm ne, familja jonë ishte 6 fëmijë, unë isha më e vogla, ishim 2 motra dhe 4 vëllezër. Bashkë me fëmijët e xhaxhait bëheshin 11 fëmijë. Ata kishin 5, jetonin në katin e dytë. Kështu i kishim shtëpi 2 vëllezër ndanin një vilë, ne në katin e parë dhe ata në katin e dytë. Nuk mbaj mend shumë nga familja ime, mbaj mend që luanim shumë, merreshim me baktit e koshtrat, por nuk mbaj mend çfarë lidhje kisha me maman. Se nuk ishte kështu si është sot, mbaj mend që më rrite shumë, na rrite shumë, por edhe ajo në atë mentalitetin e kohës. Po të çohesha pak pas orës 5, plaste lufta në shtëpi. Na merrte zvarr. Baba ishte më i but me ne, nuk na rrite, po një fjalë e tij ishte ligj në shtëpi. Nëse fliste ai, ne nuk bënim as gëk, as mëk. Motra tjetër ishte 3 vite më madhe se unë, ajo martua e para me një djalë në fshat që ishte aty me moshën e saj, edhe vëllezërit u martuan. 2 prej tyre rinin me nuset bashkë me ne se s'kishin ku shkonin dhe gjendja ekonomike ishte shumë keq. Kishte ne që flinin me barkun bosh. Na ra një smundje në bakti dhe situata erdhi duke u përkeqësuar. Babai na vdiq, vëllezërit punonin, por sado ishim shumë gojë për të ushqyer. Njëri prej tyre menusen, pastaj ikën jashtë dhe mbeti tek ne vllai tjetër menusen me barr. Unë sa kisha mbushur 14 vjeç. S'kisha as 2-3 muaj kur në shtëpi xhaxhai, ai që rrinte sipër, na vjen në shtëpi me një burr. Me mamin e kishte folur edhe më para, se ajo na tha të bënim gati shtëpinë e të prisnim një mik të largët. Ma më tha ta qërasja me ato pak gjëra që kishim dhe ato na i zbritin use e xhaxhait nga sipër, se ne s'kishim. Unë nuk e kisha parë kurrë, edhe kur doja të mësoja ndonjë gjë nga fëmijët e xhaxhait, kush ishin as ata nuk e dinin. Pyeta nusen e vëllait dhe ajo më tha që është njëri që të kam premtuar ty te ai. Nuk e kuptova në fillim, pastaj më tha që donin të më martonin. Nuk e besova shumë se ajo më ngacmonte shpesh. Vajta pyeta mamin nëse ishte e vërtet, ajo më futi një pëllëm sa që nuk fola më. Aty e kuptova që ndoshta kunata kishte të drejtë. Dita që do vinte ai burri, që në mëngjes u çova shkova jashtë në banjë dhe provokoja të vjella që të zverdhesha e të hiqesha si e sëmur, kisha shumë frikë. Nuk doja të martohesha, po jo në atë kohë. Kur të vinte koha se mua nuk më kishin ardhur as ato, imagjino, isha fëmijë akoma. U mbylla në dhomë, ai do vinte nga ora 1, e mbaj mend si sot. Mami erdhi në dhomë dhe më tha të bëhesha gati. Thash jam smur. Ajo më kapi nga flokë dhe më rrallë. Nuk e besoj që isha smur, e kishte kuptuar që po gënjeja. Aty duke më tërhequr zvarr nga krevati, më tha mos na turpëro, do të çojmë te burri se nuk të ushqejmë dot një gojë më shumë. Mezi mbajmë shpirtin. Nuk kisha shpëtim, kështu jemi rritur, ç'do bëja. Nuk është koha si tani, si sot, që ti të ikësh nga shtëpia. E kisha menduar, po kisha frikë, ku do shkoja, kush do më hapte derën. Në fshat të gjitha vajzat të njëjtin fat kishin, sa rriteshin,
sa vende mosha 14-15 vjeç që martonin. Ula kokën dhe këtë bëra. Kur ai erdhi më duk shumë i madh. Ishte shumë i madh për mua, po edhe në pamje më duke si babai im. Ai ishte gati 30 vjeçun 14. Ai nuk fliste fare. Edhe ato pak muhabete që bënte i bënte me vllajin. As mua nuk më hidhte syt. Unë vetëm shpresoja që ai të kthente mendje. Kur dola në dhomë, që t'i qërasja bëja sikur me zjetësja, të dukesha sikur kisha ndonjë cenë, ndonjë gjë. Asgjë nuk funksionoi. Ai kishte ardhur të më blinte dhe familja ime të më shiste, i ishte bërë si treg i gjë së gjallë. Kur ai iku, shkova te vllai ta pyesja se mos më thoshte ndonjë gjë, shpresoja se mos më thoshte nuk bëhet, ai s'më foli fare. Ju kthye mamas, bëj gati për javën tjetër, i tha. Ditët ikin shpejt, më nxorën nga shtëpia pa dasëm, pa asgjë, ai erdhi. Kisha me vete një valixhe vetëm me rrobat e mia, ato pak lecka që kisha. Nuk dija asgjë për të, asnjë nuk më tregonte asgjë. Se ku do më çonin, një zot e dinte. Prap s'kisha ndonjë mundësi tjetër, e kisha menduar e ti bëja në një vetes, të pja i latë shmiu, po nuk më mbante. A erdhi më mori dhe ne ikëm të shtëpia e ti. Ishte gati 1 orë larg fshatit tonë. Nëse fshati ku isha rritur më duke i shkretjer, aty ishte edhe më keq akoma. Shumë larg në mal, në mes të asgjës. Aty mendova që jeta ime kishte marrë fund, u pendova që nuk bëra gjë sa isha në kohë. Atje më priste ferri. Ai gjithë rrugës nuk fliste fare. Më hidhte dorën në këmbë, her pas here dhe qeshte. Vinte erë, akoma e kam edhe sot atë ndjesi. Vinte erë, goja, trupi, çdo gjë, sikur kishte dalë nga groba e banjës. Ai më hidhte duar në këmbë, u ngria, nuk bëja asgjë. Kur arritëm më në fund në fshatin e tij, ndaloj në një vilë. Nga pamja, dukej më e mirë se shtëpia jon dhe atje sikur u çlirova pak se mos ndoshta gjitha ato situata e kisha krijuar në kokë dhe mbase do jetoja më mirë se në shtëpinë time. Të kisha për të ngrënë. Si fëmijë këto më erdhën në mend. Kur do zbrisim nga makina, shoh që dolën 3 fëmijë ashtu, mbeta. Ktheva kokën nga ai doli nga makina. Unë nuk kisha guxim të hidhja asnjë hap më shumë, pastaj e kuptova çdo gjë. Ai kishte qenë i martuar. Gruaja kishte vdekur, nuk ishte bërë vitin akoma dhe i kishte lënë 3 fëmijë pas. Ndaj ai kishte rregulluar gjëra shpejt që shtëpia të mos mbetej pa nuse. Më i madhi i fëmijëve djali ishte 10 vjeç, unë 14, të isha njerka e tij, vetëm 4 vite diferencë. 2 vajzat ishin 7 dhe 4. Në shtëpi jetonte edhe mamaja e tij, vjera ime, që kur u futa në shtëpi e gjeta në anë të xhakut, më kërkoi t'i puthja dorën. Ndërsa fëmijët e shkret vinin rrotull meje, më shikonin se një gjë të çuditshme, një gjë e re. Djali foli i pari dhe më tha që ti s'do jesh kurrë mami jon. Pash burrin që i hoqi një pëllë. Unë nxitova të shkruaj te djali se më erdhi keq, Vera më tha mos u përziej, merr kusin dhe hajde më laj këmbët. Akoma nuk isha ulur, isha vënë direkt në provë, në punë. Kështu vazhdoi jeta ime. Djali i madh s'm pranoi kurrë, por nuk bënte zënë në sy të gjithëve se kishte frikë nga babai. Që atë natë që do flinim, ai mësuar si i tërbuar, i tregova se akoma nuk isha bërë grua. Ai më keq nisi të shante familjen time që i kishin dhënë një mall të papjekur. Mora një hale me lekë, atje nuk e kuptova më tamam që thoshte. Më vonë do ta merrja vesh se ajo nuk ishte batut. Ai kishte paguar për të më blerë si nuse. Aty u bëra grua. Edhe pse trupi nuk ishte gati, ai shkoi me mua. Asnjë nuk më kishte mësuar, ishte trondicë. Kisha shumë dhimbje, por ndonjë ashtu e lash të bënte ç'të donte. Mbaroi dhe unë pash që kisha shumë gjaku, tremba.
Asi nuk më kishte shpjeguar këtë gjë. Ai më tha që të paktën isha e paprekur. Më thonë e mësova edhe këtë. Me jetën kam mësuar shumë gjëra, e më pas kur u lirova nga sllavëria, mund të them që kam kuptuar vërtet kuptimin e jetës. Deri atëherë nuk kisha jetuar asnjë ditë, as kur isha tek familja, as kur shkova te burri. Ndryshe nga shtëpia ime, lekët aty nuk na mungonin, por do doja shumë që të flija me barkun bosh se sa me ato tortura. Ai pinte shumë, më rrihte shumë dhe pas ti edhe djali më rrihte. Vjera nuk ishte dorë, ajo ma nxinte jetën me tjera gjëra, më linte gjithë ditën në këmbë, jashtë, live, shi. Edhe pse nuk na vinte njeri për vizitë, çdo ditë bëja punët me themeli. Me dy vajzat shkoja mirë, derisa mbeta vetë me barë dhe ato u bën xheloze. Jo për mua, për babain e tyre. Mbeta shtatzan brenda vitit, 15 vjeç. Sa më erdhën ato, sikur u hap dera edhe për të mbritur me barë. Edhe në shtatzani nuk jam ulur një sekond. Burri me të tijat, as kur isha me djalin e barë, nuk i ndaloj të rrahurat. Për çdo gjë. Nuk i pëlqente kafeja, vëttru. Nuk i pëlqente gjella, vëttru. I thoshte djali që i kisha bërtitur, prap dru. A e dinte shumë mirë që djali më te unë ngrinte dorë, e kishte parë edhe vetë dhe qeshte, por unë nuk guxoja, i që t'i ktheja dorë, pas t'i flisja. Isha shërbëtore në shtëpinë e tyre, që kur kisha shkuar atje nuk e kisha takuar as maman, as njerëzit e tjerë, as vëllezrit, as motrat, as një. Kur i kërkoja të më çonte, ai më thoshte shpesh që s'ke punë me. Të kam blerë që të rish këtu, po të duan të vinë të shohin. Ai dinte shumë mirë që nga ata nuk kishim me çfarë të vini dhe prap nuk ja bënte syrit tërë. I lutesha të më çonte, asgjë. Linda djalin dhe nuk e përjetova mirë. Ata nisën të thonin që u çmenda pas lindjes dhe prap duroja. Tani duroja dy fish edhe për djalin. Si e mora vesh, kur ai ma thoshte një herë, dy herë, mendoja se e bënte për të më ulur akoma më shumë ose për të më treguar se sa pak vleja. Unë i thash, në vërtet, kishim mentalitet që vajzat i bënim gati për burr në moshë të vogël, po prap, fëmijët duhen sa do të prapambetur të jenë prindi. Prap, atë ndjesinë e fëmijës e kanë edhe qenë me klyshët, e kanë edhe kafshët, po nëna ime nuk e kishte, edhe nga ajo e mora vesh. Dhuna kishte arritur aty kur nuk mbahej më, djali i burrit kishte nisur nga ato të moshës, më fuste duart. Burri i quante loj, por unë nuk e quaja loj fare. Ai më thoshte ndonjëherë hë se një moshë keni, kush e di po të vdesu martohu me djalin, çmendur. Vjera po ashtu sado që kalonte mosha, kishte fuqi sa për të gjithë ne, nuk binte. Kisha gjithë shtëpinë mbi kurriz përveç vajzave, ato të shkretat s'kam që them, edhe ato si unë u dhunoheshin nga djali. Duro, një ditë nuk mbajta më. Jo se gjeta forcën, por nga frika për djalin tim. Djali i burrit vinte shpesh në dhomë dhe i gjeja me ndonjë biçak drejtuar djalit të vogël. Luante me shokët e çfarë nuk mësonin. Të t'i nxjerr zorët, më thoshte. I kisha thënë burrit që djali do na fuste në bela, kisha edhe frikë, pa ai qeshte. Qeshte sa hera ai fliste në fjalor që as në buzë nuk e dëgjon. Edhe kur fliste me mua drejtohej shpesh, ajo kjo jote. Një ditë, unë isha në Koshtra, po vrashisja, një nga vajzat e vogla, se ajo kishte lidhje shumë më të mirë me mua me kalimin e kohës, dhe edhe me djalin e vogël që sa kishte lindur, nuk i kishte bërë akoma 3 muaj. Erdhi dhe më tha që djali i madh kishte marrë djalin tim. U tmerrova, la çdo gjë dhe ika me vrap ta kërkoja. Kur e gjej me të në duar me një grup shokësh që kalonin dorë më dorë, mu errën syt, shkova ja mora nga dora, dëgjova edhe 100 llafe, nisi me shqelma, unë vrapova dhe u ktheva në shtëpi. I thash vjerës, më tha, e ka vlla, pse ja more nga dora? Fajtorja ishte unë.
Kur erdhi burri në shtëpi u bë e madhe, jo se kishte marrë djalin, po pse shkova e mora nga duart. Atë ditë humba 2 dhëmbët e parë, ai shumë më ka rrahur. E ndava mendjen do arratistesha me djalin, s'kishte kuptim, për vetë e duroja, po për djalin u bëra bish. Doja të merrja me vete edhe vajzat se më vinte keq, por me 3 fëmijë në rrugë nuk dilja dot. Shkova në shtëpi te mami. Aq kohë sa isha në fshat i kisha mësuar rrugët dhe makinat që niseshin. Ju luta njërit, ai më kërkoi të mos thoja se kush e kishte çuar se nuk donte t'i hapja probleme burrin tim. Ai ishte shumë problematik në fshat. Kisha edhe një frikë tjetër. Në fshat kishin dalë llafe se gruan e parë e kishte vrarë ky. Nuk e di sa të vërteta ishin, por duke parë si më trajtonin mund t'i ishte edhe e vërtet, se asnjëherë nuk e mora vesh si kishte vdekur. Vjera thoshte nga një sëmundje e rëndë, vajzat njëherë më thanë që mami kishte zënë shtratin, pasi babaja kishte qelluar shumë keq, ai sa me tenxherën e qumshit e kishte djegur njëherë. Këto mi thonin vajzat e shkreta. Shkova në shtëpi, asgjë nuk ishte ndryshuar, si të ishte njësoj me ditën që kisha ikur. Mamaja kur më pa, gati sa nuk ra në tokë. Konata me vllai nisën kujën, s'po e kuptoja. Vllai më mori djalin nga duart dhe u mbeta vetëm në dhomë me mamin. Isha duke qarë, po i tregoja se ç'më kishte ndodhur se nuk kthehesha dot më atje. Do bëja ç'të më thonin ata, vetëm mos të më çonin atje. Mami më tha do shkosh, se ndryshe na futen në borxh. Dhe më tregoi se për mua i kishte paguar 3 milion lek, që për atë kohë ishin si 50 milion lek sot. Mbet. Nuk nxirja më zë. Ju ktheva mambet një zot e di se më ka mbajtur se do kishte ngritur dorën mbi të e kapa nga leckat se nuk e besoja, më kishte shitur si lop, si një viç. Ajo as kishte pëndes asgjë, madje më thoshte e vdekur ke për të dalë këtej dhe ne me borxhe s'do na lësh. Plus kishte dhe hallin e hakmarrjes, në këtë mesele pastaj erdhi edhe nusja e Xhexhait. Të gjithë mbi mua. Të gjithë e dinin. Të gjithë. Me vojtjet e mia kishin ngrënë të gjithë. Me lëkurën time. Vllai më kishte marrë djalin. Unë bëra sigur u binda që do kthehesha, të paktën të më linin të rija sa ai të vinte të më merrte. Jo thash, ti çon një fjalë edhe pse ai dinte mirë që vetëm aty do shkoja, ku do shkoja tjetër. Përfitova që erdhi darka, me djalin në krah, dhe sa të më hanin këmbët, i ka në një kishë e kishim afër. Më vonë më morën disa motra, dhe ato më çuan në një vend strehimi dhe ato më kanë mbajtur. Aty u strehova dhe aty jetuam sa djali u rrit. Aty mësova të lexoj, të shkruaj. Jetuam brenda të mbyllur, por kishim për të ngrënë, për të pirë dhe edhe dashuri nga gjitha motrat. Familja ime nuk ka dashur të ketë të bëjmë me mua. Ish burri e denoncova. Motrat më dhanë zemër se nuk mund të jetoja në arrati dhe nuk doja që as atyre t'i krijoja probleme me ligjin, ndaj zgjedha rrugën e drejtë. Me dashurinë e Zotit dhe me rrugën që më drejtonte ai, unë shkova dhe fola për çdo gjë, nuk e di çfarë ka ndodhur me ta. Me vajzat më ka mbetur merak çfarë ka ndodhur, nuk e di, po nga familja ime duket sikur unë jam turpi. Mami vdiq disa vite më vonë. Doja të shkoja në Varrinj, po njëra nga motrat më zboi sa më pa. Doja të shkoja jo se e kisha falur, po se në fund ishte nëna ime. Dhe motrat më kishin folur shumë, më kishin këshilluar se duhet ta bëja unë një hap që ta shëroja zemrën. T'i falja, sepse është Zoti ai që na ka në dorë fatet e tyre. Sidoqoftë doja të isha më shumë edhe për të hedhur një hap për motrat e vëllezrit, po ata nuk pranuan.
Më mirë të më shihnin mua të vdekur se sa të bëja atë që bëra. Dhe ç'bëra? Ndola nga kthetrat e një burri që më kishte bler për nuse një fëmijë. Dhe ky ishte krim. Ja. Prap fajin e kisha unë, shqyr sot kam djalin. Ai e di të vërtetën. Nuk e kam ndaluar të kërkoj babain e as motrat e vëllain që ka. Nuk dua të arris me hel, me vrer. Po, ai akoma nuk është gati. Dhe unë nuk dua ta nguc më shumë. Kur të vi momenti, sidomos me motrat e tij do të takoj patjetër, nuk e di ku bëhen, ku janë. Ndoshta do kërkoj dhe ndihmë në ndonjë emision, por do t'i gjej. Dhe djali do të takoj nëse s'ban. Se nuk dua të arris të përçar. Ai e di historinë dhe zgjedh vetë pastaj. Unë nuk e ndaloj.